Qëndroi 30 minuta në tualet me telefon, burrit i ndodhe papritura. Një burr përfundoi në spital pasi humbi ndjesinë e këmbëve pas 30 minutash qëndrimi në tualet duke përdorur telefonin. Sipas mjekëve, rasti njihet si neuropatia e tualetit, një gjendje që shkaktohet nga shtypja e nervave dhe ndërprerja e qarkullimit të gjakut për shkak të uljes së zgjatur në sipërfaqe të forta. Një ullumtim i ri publikuar në revistën mjekësore Plus One ka treguar se përdorimi i telefonit në tualet lidhet drejt për së drejti me një rrezik më të lartë të zhvillimit të hemoroideve. Studimi që përfshiu 125 të rritur të cilët u nënshtruar kolonoskopisë zbuloi se ata që përdorin telefonin në banjo kanë 46% më shumë gjasa të preken nga hemoroidet, krahasuar me personat e tjerë që nuk e kanë në këtë zakon. Përdorimi i telefonit në tualet mund të krijojë gjithashtu edhe probleme të tjera me shëndetin tuaj për shkak të mikrobeve të shumta që ndodhen në të.